Një miku im i vjetër më tha, kam 2 vite që mere me kriptomonedat, por nuk kam fituar asgjë. Nëse ke 2 vite, duhet ishe me fitime, i thash. Po më shikon të shtrembër. Pastaj e pyeta, a e di ndryshimin midis një monedhe dhe një tokeni? Nëse se di, do ta shpjegoj unë shkurtimisht. Imagjino Tiranën, ka rrugë, ka energji, ka ujë, ka infrastrukturë. Pa këto, qyteti nuk funksionon. Ky është fiksi Ethereumi dhe quhet coin. Tani brenda Tiranës ka një kafene, ka një supermarket, ka një farmaci. Këto janë tokenat. Pra shumë tokena janë projekte që funksionojnë mbi coina dhe janë të varura nga ato. Kjo është pikërisht arsyeja pse nuk janë e njëjta gjë dhe secila ka të veçantat e veta. Më tha, po të dija unë kaq shumë. I thash që këto janë gjëra elementare dhe bazike për të investuar në kriptomonedha. Po mos i dite këto, mos ja hidh fajin kriptomonedhave. Prandaj, nëse edhe ti dëshiron të dish më tepër mbi kriptomonedhat, bashkohu te webinari jon falas. Më shkruaj një mesazh për t'u regjistruar.